Ungjilli i Lukës, sipas Ungjillit të Lukës, kapitulli 2, nga paragrafi 22. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 2, paragrafi 22. Rreth prerja dhe paraqitja e Jezusit me hirin e Zotit tonë. Pastaj kur ishin plotësuar ditët e pastrimit të saj sipas ligjit të Mojsiut, e quan fëmijën në Jeruzalem për t'ia paraqitur Zotit, ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit, çdo mashkull i parlindur do të jetë thirrur i shenjtë për Zotin, dhe për të ofruar flijim, si është thënë në ligjin e Zotit, një çift turtujsh ose 2 pëllumba të rinj. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e shenjtë ishte mbi te. Dhe në mënyrë hynore, atij që zbuluar nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Ai pra i shtyr nga fryma erdhi në tempull dhe si prindrit i prun fëmijën Jezus për të bërë me te atë që përshkruan ligji, ai e mori në krah, e bekoi Perëndin duke thënë: "Tani o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdes në paqe sipas fjalës sate. Sepse sytë e mi e pan shpëtimin tënd, që ti e përgatite përpara gjithë popujve, dritën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e popullit tënd Izrael." Dhe Jozefja nëna fëmijës mrekulloheshin për gjërat që thuheshin për te. Por Simeoni i bekoi dhe i tha Marijes, nënës së tij: "Ja, ky është vend për rënien dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe për të qenë shenjë kundërshtimesh. Edhe ty vet një shpat do të shpoj shpirtin që të zbulohen mendimet e shumë zemrave." Aty ishte edhe Ana, një profetesh, bija Fanuelit nga fisi i Aserit, e cila ishte shumë e kaluar në moshë, që kishte jetuar mbas virgjërisë së saj 7 vjet me burrin. Ajo ishte e ve dhe megjithse ishte 84 vjeçe nuk largohej kurrë nga tempulli, duke i shërbyer Perëndis natë ditë me agjerime dhe lutje. Dhe ajo erdhi në atë moment, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë të gjithë atyre që prisnin çlirimin e Jeruzalemit. Dhe mbasi i kryen të gjitha ato që i takonin sipas ligjit të Zotit, u kthye në Galile, në qytetin e tyre në Nazaret. Ndërkaq fëmia rritej dhe i forcohej në frym, duke qenë plot dituri dhe hiri i Perëndis ishte mbi te. Amen, fjalës të Zotit. 2 njerëz të varfër, shumë të varfër, Jozefi dhe Maria. Të dobët gjithashtu, njerëz të dobët dhe të varfër, por Perëndia i zgjodhi, sepse Perëndia nuk kënaqet në forcën e njeriut. Nuk kënaqet në këmbët e burrave, as në shpejtësinë e kualëve, por kënaqet në atë ku është i përulur, ka një zemër të butë dhe ka një frym të përulur përpara Perëndis, sikurse në atë banon Perëndia, atje është froni i Perëndis, në vend të lartë dhe të shenjtë dhe në zemrat e buta dhe të përulura. Dhe Perëndia kërkon gjithmonë të gjejë njerëz të tillë si Jozefin dhe Marin për të bërë veprën e tij. Dhe në mënyrë të mrekullueshme e shohim se si lindi Jezusi dhe se si Perëndia u tregoi mënyrën Jozefit dhe Maris, por qëndrojnë këto njerëz në dobësitë e tyre, akoma të varfër janë, nuk është bërë akoma vizita e magjestarëve ndaj tyre, ka dëshmuar nëpërmjet barinëve Perëndia për te, kanë akoma disa habi se si do të bëhet kjo vepër, si do të veproj Maria që kishte premtimet e Perëndis në zemrën e saj. Mbaj premtimet e Perëndis në zemrën tënde. Mbaj ato fjalë. Ato fjalë Maria i mbante në zemrën e saj. Mbaj
mos e lër djallin të t'i vjedh apo mendimet e tona të t'i largojnë këto fjalë që të ka dhënë Zoti. Bëje betejën e mendimeve të tuaja dhe Perëndia do të veprojë. Do ta përmbush premtimin e tij. Forcohu. Por kështu edhe Maria këtu të njëjtën gjë e bëri. Dhe ashtu sikur se thot ligji i Mojsiut, duhej të shkonin për 8 ditët, të shkojnë t'i ofrojnë Perëndisë flimin e tyre. Ishin të varfër dhe nuk mund të ofronin si flijim një qengj apo një viç, por një qift pëllumbash ose një qift turtujsh. Por çfarë bën? Ato bën atë që thoshte Zoti, ta paraqisnin fëmijën tek Zoti, tek Perëndia. Dhe gjithçka që të kemi dhe i kërkojmë Perëndisë që gjithçka që kemi t'ia çojmë Zotit përpara. Çfarëdo që kemi i themi përpara Zotit, kjo është kërkesa ime, ky është problemi im. Zot, kur do të përgjigjesh? Zot, të veprosh? Zot, njërin, tjetrën, të shërosh, të shpëtosh, Zot. Të bësh shpëtim tek njerëzit e mi, tek bota jashtë. Mirë bëjmë që i çojmë përpara Zotit, me dobësitë tonë, ashtu sikur se Jozefi dhe Maria ishin njerëz të dobët. Dhe këtu vazhdojnë mrekullitë e Perëndisë, sepse Perëndia në shtegun që kemi për në qiell, në udhën ose në këtë shteg, do të na bëje surpriza me këto takime që kemi. Bën takime të bukura Perëndia, vëllezër dhe motra. Mjafton që ne t'i shohim në atë shteg, t'i kuptojmë, dhe në të përditshmen tonë akoma Perëndia bën veprimet shumë të bukura, të mira, që thirremi, t'i afrohemi për t'i kuptuar. Ai shpeshherë nuk do të vitë të na i kujtoj se i bëri, për shembull, të na ruaj për shembull nga një aksident, dhe të mos i japim edhe kaq rëndësi të madhe. Nuk do të vijmë pastaj të na kujtoj, po të ishim ne, po të isha unë të paktë, do të thoja të kujtohet se çfarë të bëra, të ndihmova. Dua të tregoj, pra se ndihmova dikënd, mbas shtohet dashuria e tij ndaj meje. Jo, Perëndia se bën këtë. Kaq i mirë është. Pret pra që ne ta shohim, ta kuptojmë dhe ta lavdërojmë. Aleluja. Dhe të lartësojmë emrin e tij të shenjtë. Sa më shumë t'i afrohem Perëndisë, kaq më të hapura janë veshët e mi dhe sytë e mi për të parë veprimet e tij në jetën time. Këtu thot ishte një njeri në Jeruzalem që quhej Simeon. Ai njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm, thot fjala e Zotit, karakteristika të bukura kishte. Dhe një tjetër të veçantë që na e thekson fjala e Perëndisë, priste ngushëllimin e Izraelit. Te ky njeri na thot shkrimi se ishte e zbuluar nëpërmjet frymës të shenjtë, sikur e shohim, pra të gjitha bëhen nga fryma e shenjtë. Ishte e zbuluar se s'kishte për të parë vdekjen pa e takuar përpara Krishtin e Zotit. Pra kishte një zbulesë të bukur nga Perëndia ky njeri. Nuk do të vdesësh, Simeon, derisa të shohësh Krishtin e Zotit. Dhe këtë zbulesë e mbante në zemrën e tij, e ruante këtë zbulesë që kishte. Por vëllezër dhe motra, nga që e mbante në zemrën e tij, pritja e tij, na thot shkrimi, ishte se ngushëllimi i Izraelit, të ngushëllohet populli i Perëndisë, të përforcohet populli i Perëndisë, ndërsa kishte premtim personal nga Perëndia. Mendja e tij nuk ishte vetëm në atë që edhe ishte dhe e njifte, por pritja e tij, ankthi i tij, shqetësimi i tij apo lutja e tij ishte që të shkojë tek Zoti, Perëndia i tij që lavdëronte natë e ditë. Ishte i drejtë dhe i perëndishëm, i përshpirtshëm, dhe t'i kërkoi atij: Zot, eja dhe sille ngushëllimin tënd tek populli yt. Eja, Zot, dhe forcoje popullin tënd, Izraelin, që është mpakur, që është plagosur, që është i pa forcë, dhe me gjithë popullin vend edhe veten e tij. Pra priste Perëndin, priste Zotin, e kishte premtimin brenda tij,
por gëzimi I tij, do të thoja, kënaqësia e tij, nga zëllimi I tij nëpërmjet frymës së shenjtë, nuk buronte se kur do të përmbushet ky premtim I Perëndisë në të, por që të priste praninë e Perëndisë nëpërmjet frymës së shenjtë. Ky ishte gëzimi I tij. Kjo ishte jeta e tij. Ai jetonte në Jeruzalem, sikur se na thot, ishte gjë e njohur dhe I njohur ishte atje tek judejt, thot emrin e tij Simeon, dhe që priste ngushëllimin e Izraelit. E dinin njerëzit se ky njeri pra pret ngushëllimin e Izraelit. Dhe kjo e mbajti deri në fund, deri në atë orë që do të jepte premtimin e tij përfundimtar Perëndia që të shifte Krishtin. Pritja e pranisë të Perëndisë për të tjerët ishte ajo që e mbajti deri në fund. Frymë e shenjtë, thot, ishte mbi te. Dhe zbulesa ishte dhe ajo nëpërmjet frymës të shenjtë që ju zbulua. Jo vetëm që kishte frymën e shenjtë, por fryma e shenjtë është brenda nesh. Jeni tempulli I Perëndisë, fryma e shenjtë. Dhe duke e ditur se unë kam frymën e shenjtë brenda meje dhe ti brenda tejet, të futem të shkoj të bëj mëkatin, mos ndodh kjo vëllezër dhe motra. Kurr. Zoti pas të mëshirë. Për këtë arsye thot Perëndia, bëhuni të shenjtë, sikurse dhe unë jam I shenjtë. Të heqim pra mëkatin, të ndjekim mëkatin, të dënojmë mëkatin. Aleluja. Që të mbetet e pastër ena jon dhe të banoj gjithmonë Perëndia nëpërmjet frymës të shenjtë në ne. Dhe erdhi përsëri nëpërmjet frymës të shenjtë, pra hapat e tij, lëvizjet e tij duket sikur lëviznin pra nga vetë fryma e shenjtë. Jetonte me frymën e shenjtë. Dhe erdhi në tempull, dhe kur prindrit e sollën fëmijën për të bërë sikur se shkruante ligji, ai e mori në krahun e tij dhe bekoi Perëndin dhe tha: "Mos e kuptoi ai njeri. Kishte ndonjë shenjë fëmia?" Jo, sigurisht, një fëmijë fisiologjik ishte Jezu Krishti. Por kjo ishte zbuluar nëpërmjet frymës të shenjtë. Erdhi ora të përmbushej pra premtimi I Perëndisë tek Simeoni. Dhe sapo e mori në përqafimin e tij, e mori në krah të tij pra, e bekoi Perëndin dhe tha: "Lavdi o Perëndi I shenjtë. Tani, sipas fjalës sate që e përmbushe në jetën time dhe në paqe mund të më marrësh. Mund të vi tek ti tani o Zot, aleluja, sepse sytë e mi e pani shpëtimtarin tënd, të cilin ti e përgatite përpara gjithë popullit." Vëllezër dhe motra, e shohim shpëtimtarin e Perëndisë. Shpëtimtarin ton, më falni, jo të Perëndisë. Është ai që na solli këtu në këtë tokë të shpëtohemi. Shpëtimi që vjen nga Perëndia. Dritë që vjen nga qielli dhe që ndriçon popullin e tij. Dhe Maria, nëna e Jezusit, mrekullohej për ato që thoheshin për te. Sepse e dinin ato për fëmijën dhe uroj që Perëndia t'i dëshmoj atyre për te. Por në Jeruzalem dhe veçanërisht në tempull, pranë tempullit, ishte një grua tjetër, Ana, e cila dhe ajo ishte një profetesh. Fryma e shenjtë ishte mbi të dhe profetizonte. Ishte prej fisit të Asirit, ishte e madhe në moshë. Jetoi thot shumë vite me burrin e saj pas virgjërisë që kishte, dhe kishte dy karakteristika të bukura që kishte. Thot nuk largohej nga tempulli natë e ditë. Nuk largohej nga tempulli. Dhe përpara së gjithash për ne, kjo është prania e Zotit. Pra nuk largohemi kurrë nga prania e Perëndisë. Natë as ditë. Jemi gjithmonë që presim Zotin. E dim se Zoti gjithmonë na shef, sikur se thamë dhe përpara tek psalmi. Gjithmonë na shef, na dëgjon dhe don që t'i flasim dhe t'i drejtohemi me fjalë dhe me kujdesin ton. Nuk largohej Ana natë e ditë nga tempulli.
dhe ne duam t'i flasim. Nëpërmjet frymës të shenjtë, me gojen tonë, me zemrën tonë, nëse mund të thrasim me forcë, të thrasim me zemrën tonë, t'i themi fjalë dashurie, mëshiret dhe mshuriet, duke e ditur se ai është i pari që na mëshiron. Dhe nga ai, kur shkojmë pranë tij dhe e kërkojmë, marrim prej tij. Thot një paragraf të bukur të njohur për besimin Zoti tek hebrejt. Dhe dua që të shohim le që kemi dëgjuar shpeshherë nga kjo tribunë, se pa besim është e pamundur të kënaq dikush Perëndin. Zotin sepse kush vjen tek Perëndia, ai që lutet tek Perëndia, ja afrohem Zotit bëj hapa drejt tij, dua të kem bashkësi me te, kush vjen pra tek Perëndia, duhet të besoj se Perëndia është i gjallë, se Perëndia pra ekziston. Është i gjallë Perëndia, është i gjallë Perëndia jon. Amen. Aleluja. Të besoj se është dhe bëhet shpërblenjes tek ato që e kërkojnë atë. Jo tek ato që kërkohen prej tij, sikur se shumë kemi dëgjuar. Dhe ja kuptuat. Jo i afrohem për të marrë dhuratat e tij, le që do të më japë dhuratat, sepse çdo dhënie mirë dhe çdo dhuratë e përsosur nga ku zbret, nga ati i dritave. Ai jep dhëniet e mira, Perëndia, kështu nuk është. Por për të mirat e tij, patjetër. Por ky nuk është shkaku që t'i afrohemi atij në mënyrë që t'i marrim dhuratat prej tij, apo akoma t'ju përgjigjet në orën e tij kërkesave të mia, por dua ta besoj plotësisht, Zoti të na ndihmoj dhe t'i afrohem si person që ta njoh më tepër, të marrim prej mëshirës dhe prej dashurisë që ka, të mbushemi nga dashuria e tij. Këtë kemi nevojë vëllezër dhe motra. Krishtin kemi nevojë. Zotin kemi nevojë. Njerëzit vëllezër dhe motra, dhe nga ato që ishim edhe të shumtët prej nesh. Kur ishim në botë, donim dhuratat e Perëndisë dhe jo dhuruesin vëllezër dhe motra. Dhe është ngopur nga njerëz të tillë Perëndia, por don njerëz që të duan vetë Perëndin, fytyrën e tij të shenjtë, të kenë bashkësi me të, Zotin e plotfuqishëm. Dhe në këtë kohë të fundit, këtë kemi nevojë. Të tjerat, kur ke bashkësi me Perëndin, kur t'i afrohesh Perëndisë, kur nuk është për pak, është për të gjithë ne. Sepse sikur thamë se kemi frymën e shenjtë brenda nesh, t'i afrohemi Perëndisë. Të gjitha të tjerat, akoma dhe dhuratat e tij, do të thoja, më falni, por e kuptoni me çfarë kuptimi të them, na duken të vogla, përse sepse kemi shijuar praninë e vet Perëndisë dhe dhuratat e tij që janë toksore, frymëroret, toksoret, por kush mund, ç'është ajo që mund të zëvendësoj praninë e Perëndisë, ç'është ajo dhore? Dhe profeti i Perëndisë thoshte, edhe nëse gjithçka shkon shtrembër, edhe fiku po s'dha fryt, edhe nëse pemat nuk qelin, dhe nëse nuk japin fryt pemet, dhe nëse gjithçka nuk shkon mirë, unë tek Zoti do të shpresoj, sepse ai do t'i bëj këmbët e mia së të drerit që të mund të vrapoj. E thërriste më të madhe këtë profeti nga vetë provoja e tij personale. Dhe a do të bëhet edhe për ty kjo një gjë, një provojë, që këmbët e mi t'i bëjnë Zoti si të drerëvet, akoma edhe kur gjitha t'i shohim që po prishen në jetën tonë. Zoti do t'i bëjë gjëra të bardha, sepse ai është drita e botës. Aleluja. Dhe dritën e botës e dha nëpërmjet frymës të shenjtë, dhe na thot, dhe ne dritë do t'ju bëjnë në këtë botë. Dhe jo vetëm që adhuron të natë e ditë, por me agjerime dhe lutje ana. Do me thënë, mënyra se si adhurojmë Perëndin është agjerimi dhe lutjet e mia. Kështu thot shkrimi. Dhe thirremi dhe ftohemi më falni që ta adhurojmë edhe ne si kish. Dhe thamë dhe dje në pletësin, vëllezër dhe motra, përpara Zoti para do të përkushtojmë një ditë agjerimi dhe lutjet me një kërkesë. Këtë radhë, kërkesa jonë do të jetë që të rind, rinia, fëmijët tonë,
dhe familjet tona. Lexuam se si Zoti thot se të gjithë do të mpakemi dhe të zgjedhurit të rinj, të lutemi veçanarisht për të rinjt në atë ditë, do të lutemi veçanarisht për fëmijët e tonë, aq sa kanë fëmijë, por aq edhe ato që nuk kanë, fëmijët e kishës janë edhe fëmijët tonë. Dhe do të lutemi vëllezër dhe motra që Zoti të vijë me forcë të frymës të Shenjtë. Por gjithmonë të kërkojmë dhe agjërimin që bëjmë përpara Zotit dhe sikur se dhe adhuron të Zotin, do të jetë dhe do të vijë me pendes, me kthim, me ripërtëritje. Aleluja. Për këtë arsye, ditën e parë të marsit, me 1 mars, do të vim në kishë me pendes, do t'i themi kërkesat tona Zotit, por ne do të kemi mësuar me hirin e Zotit që të presim Zotin. Dhe ai do t'i bëjë të gjitha të tjerat me hirin e tij dhe me mëshirën e tij. Amen.